Ndërruar shikues, mirëmbrëma, do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Trafikanti i kokainës Dritan Rexhepi mohon në gjykatë ke urdhëruar rrëmbimin e Jan Prengës, por SPAK dorëzon prova të reja për krimin e rëndë. Prokuroria e posaçme shpall pretensën për disa zyrtarë të Bashkisë së Tiranës, akuzuar për dosjen 5D, asnjë prej këtyre në burg. Edi Rama u premton fermerëve në Berat më shumë mbështetje financiare, ndërsa Berisha thotë se Partia Demokratike do të ulë çmimin e apartamenteve. Thellohet kriza politike në Kosovë, dështon për herën e 5 seanca për konstituimin e kuvendit edhe 2 ditë kohë për një marrëveshje mes partive. 23 prilli shënon ditën botërore të librit. Studiuesit të rreqin vëmendjen se leximi po praktiset masivisht për shkak të teknologjisë. Dritan Rexhepi, i konsideruar si një nga trafikantët më të mëdhenj të kokainës, ka mohuar këtë të mërkur në gjykatë të ketë urdhëruar rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ai ka thënë se në kohën e ngjarjes ai ndodhej në burg në Ekuador, por prokuroria ka paraqitur përgjigje të reja telefonike që zbulojnë lidhjen e tij me krimin e rëndë. Për herë të parë që kur u ekstradua nga Stambolli, Dritan Rexhepi, një nga emrat më të njohur të trafikut të drogës, dëshmoi për gjykatën e posaçme për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ai mohoi përfshirjen e tij në ngjarjen e vitit 2020, ndërsa thotë se është informuar për lajmin nga mediat. Në fundin e vitit 2019 kam qenë jashtë të Shqipërisë. Kam qenë në burg në Ekuador. Kam qenë i dënuar 13 vite për trafik droge. Ju do më pyesni për çështjen apo do më bëni gjyq moral. Kisha 5 vite e 4 muaj që vuaja dënimin. Nga burgimi nuk kam bërë asnjë lloj bashkëpunimi për të dhënë para lidhur me trafikun e drogës. Në fund të vitit 2019 nuk kisha informacion për vjedhjet e një sasie droge në Portsmouth të Londrës. E mora vesh nga mediat në Shqipëri. Kam dëgjuar nga familjarët e mi që në Shqipëri akuzohesha për diçka që kishte ndodhur në Shqipëri. Nga familjarët mora vesh që akuzohesha për një rrëmbim të një personi që ishte zhdukur. Tentova të merrja informacion në prokurori përmes një familjari tim. Nuk mora dot. Ai kërkoi të përballet edhe me vëllain e viktimës, Ndrek Prenga. Pse nuk i nxirrni kur thuhet që ka përgjime mes meje dhe familjarëve të viktimës? Ju keni hipur në trenin e gabuar dhe kërkoni të shkoni atje ku doni ju. Nuk jam unë personi. Ka ardhur dhe vetë vëllai i viktimës këtu dhe ka thënë këto fjalë. Doni ta bëni përballje mes meje dhe ti, nuk kam kundërshtime. Apo ta bëjmë foto? E bëjmë. Unë nuk i njoh ata persona. Unë mbaj përgjegjësi çfarë bëj unë dhe jo ç'thon të tjerët. Nuk keni bërë asnjë lloj procedure. Përse nuk keni bërë? Nuk kam të drejta unë në këtë shtet? Më thonë për Jani Prengën, familjarët e mi, burri motrës time, Dorian Velaj. Ai takoi një gazetar tek prokuroria dhe unë fola me gazetarin përmes kunatit tim. Përmes avokatit tim më vinin gazetat e fotokopjuara. Ndërkohë, prokuroria Elida Kaçkini paraqiti prova të reja, komunikime me Saltin Hajrit, pronarit të kompleksit Golden ku u rrëmbye Jan Prenga dhe Dritan Rexhepi të bëra në Sky ECC, që gjykata i pranoi. Në 7 maj pritet të dëshmojë dhe i pandehuri tjetër Aldo Majnishta. Gjykata e posaçme ka vendosur të shtypë për nesër vendimin nëse dosja Partizani do të kalojë apo jo për gjykim. Ndërkaq, po gjyqtarja ka rrëzuar kërkesën e avokatëve për të shpallur të pavlefshme provat që kanë vënë Sali Berishën në masën e detyrimit të paraqitjes në SPAK. I bashkëpandehur për dosjen Partizani është edhe dhëndri i ish kryeministrit Jamarbër Maltezi. Të dy akuzohen për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij akuzohet edhe për pastrim parash. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, për zbutjen e masës së sigurisë arrest me burg. Veliaj kishte kërkuar informacion mbi ecurinë e hetimeve, por edhe lirimin nga qelia e paraburgimit. Veliaj dyshohet nga SPAK se ka kryer korrupsion në 9 raste dhe pastrim parash. Edhe bashkëshortja e Veliajt është nën hetim për të njëjtat vepra penale, por edhe fshehje të pasurisë.
Të akuzuarit për shkelje të barazisë në tendera si pjesë e dosjes 5D janë njohur me pretencën e SPAK. Organi akuzës ka kërkuar nga 2 vite shërbim prove për ish drejtoren e klubit Tirana, Debora Keqi dhe antarët e komisionit të ofertave, ndërkohë gjykimi për ish drejtorët e bashkisë që i jepnin tendera vetes nis në datë 30 prill. Prokuroria e posaçme kërkoi sot që të pandehurit e dosjes 5D të shpallen fajtor. Për Debora Keqin, ish drejtoresha e klubit sportiv Tirana, SPAK kërkoi që të dënohet me 1 vit burg. Në përfundim, prokuroria kërkoi pezullim të dënimit me burg me 2 vjet shërbim prove dhe t'i ndalohet e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet. Për Teuta Gurin, antare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, u kërkua e njëjta masdënimi që të vihet në provë për 2 vjet, si dhe t'i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet të tjerë. E njëjta kërkesë ishte edhe për antarët e tjerë të këtij komisioni, Renaldo Gjerazi dhe Jetion Meraj. Në bashkëpunim ata akuzohen për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera, ku sipas SPAK kanë krijuar kushtet për privilegje të padrejta për operatorin ekonomik 5D Konstruksion SHPK në procedura të prokurimit publik. Ata e kanë favorizuar këtë kompani duke e paracaktuar fituese. Seanca kur të pandehurit do të bëjnë mbrojtjen do të jetë në 7 maj. Ky është njëri nga fraksionet e ndara të kësaj dosjeje që u kallëzua në SPAK nga opozita, ndërsa për ish drejtorët e bashkisë Taulan Tusha, Mariglen Qato e Redimolla, çështja është ndarë. Seanca e parë e gjykimit për ta do të fillojë në 30 prill. Ata akuzohen se kanë shpërdoruar detyrën duke krijuar kushte që fituese të dilte kompania për të cilën prokuroria e posaçme thotë se për pronar kishte vetë ata. Policia libaneze ka arrestuar 49 vjeçarin palestinez Fadi Aluani, i cili akuzohet për vrasjen e vajzës së tij në Tiranë në datë 25 shkurt. Autoritetet bën të ditur se ka nisur procedurat për ekstradimin e tij në vendin tonë, ndërkohë Fadi Aluani u shpall në kërkim ndërkombëtar, pasi policia siguroi prova se ai kishte qelluar me thik të bijën në një banesë të marrë me qera në Tiranë. Gjykata i ka caktuar atij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Vajza 24 vjeçare Rayan Aluan ishte e martuar, por ishte divorcuar dhe nga martesa kishte 3 fëmijë. Policia beson se konfliktet me familjarët për shkak të divorcit dhe jetesës që bënte çuan në vrasjen e saj nga babai. Takimet e radhës fushatës Edi Rama i zhvilloi me fermerët në Berat. Ai premtoi më shumë mbështetje financiare për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Sipas tij, e rëndësishme është që fermerët të bashkohen e të punojnë për rritjen e eksporteve. Kryesocialisti Edi Rama është ndalur sot në një takim me fermerët e Beratit, ku ka theksuar se qeveria do të mbështesë çdo që ka nevojë me instrumente ri financiar për sipërmarrjet në fshat. Sot më vjen shumë mirë që kemi në dispozicion për ju një instrument të ri financiar, 250 milion euro, një linjë financimi inovative e Bankës së Shqipërisë, e cila ju mundson të gjithë sipërmarrësve në fshat apo atyre që duan të nisin një sipërmarrje, qoftë në prodhim, qoftë në agro përpunim, grumbullim patjetër, qoftë në agroturizëm, që të marrin kredi me 70% kolateral të garantuar nga shteti dhe me një normë interesi më pak se 3%. Në lidhje me eksportet, Rama vendosi një objektiv të ri. Të ngrem më tutje nivelin e prodhimit, nivelin e përpunimit, nivelin e eksporteve. Ministria e tha shumë qartë, ne kemi objektiv të shkojmë në 1 miliard eksporte, është shumë objektiv ambicios, kemi kaluar gjysmë miliardi, që ishte pa imagjinueshme, por ama gjysmë miliardi tjetër është shumë ambicios. Dhe prandaj unë dua të kthehem tek fiksimi. Me ndërsimin në Bashkimin Evropian, tha Rama, Shqipëria do të përfitojë fonde deri në 300 milion euro në vit, një mundësi konkrete që bën të mundur transformimin e ekonomisë rurale.
Lideri i opozitës Sali Berisha ka premtuar uljen e çmimit të apartamenteve dhe më pak taksa për ndërtuesit nëse demokratët marrin pushtetin në datë 11 maj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim me qytetarë në rrjetet sociale për të sqaruar planin e Partisë Demokratike për uljen e çmimit të apartamenteve. Berisha theksoi se programi i PD-s parashikon nga njëra anë kredi pa interes për çiftet e reja dhe ndërtimin e banesave sociale. Çmimet e sipërfaqeve të ndërtimit metrit katror në ndërtim të janë stratosferike. Por përveç projektit që çdo çift një çati, i cili kupton një grant për 30.000 eurosh për të mbuluar interesat e kredis, ne do ndërtojmë ndërtesa sociale me qëllimin e vetëm që t'u japim mundësi shqiptarëve të strehohen me çmime të arsyeshme. Por Partia Demokratike parashikon edhe uljen e taksave mbi ndërtuesit për të ulur çmimin e apartamenteve. Ulim me të paktën me 10 herë taksat që merren sot mbi sipërfaqen e ndërtimit. Taksat sot llogaritën me vlerën e shitjes. Ato do të llogariten me vlerën e projektit dhe në këtë kontekst, nëse sot paguan taks ndërtuesi 100 deri në 300 euro për metër katror, do paguaj 2 deri në 8 euro për metër katror. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha premtoi edhe mbylljen e procesit legalizimeve pa asnjë pagesë për qytetarët. Të gjitha legalizimet pa përjashtim do të jenë falas pa asnjë lek, dhe lejet e legalizimit do të shtrohen në tapi 100 ditë e para të qeverisë ardhshme. Berisha u ndal edhe tek problematika e familjeve që kanë fëmijë autik, duke shpjeguar se pas 11 majit do të hiqet detyrimin që ata të bëjnë kontrolle çdo vit për të përfituar pagesën e kempit. Natyrisht, një diagnozë e tillë përjashton plotësisht detyrimin për të paraqitur çdo vit në kemp. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti premtimin për vendosjen e minimumit jetik në nivelin 200 euro, për pagën minimale 500 euro dhe pagën mesatare 1200 euro. Edhe seanca e 5 për konstituimin e Kuvendit të Ri të Kosovës nuk është finalizuar me sukses. Partitë dështuan të arrin kompromisin për drejtuesin e ri të parlamentit. Refuzimi vazhdueshëm i kryeministrit në detyrë dhe liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të folur para mediave ka shkaktuar reagim të ashpër nga gazetarët në Kosovë. Ata kanë vendosur mikrofonët e kamerat e tyre në tokë të mërkur në kohën që kryeministri në detyrë Albin Kurti po dilte nga ndërtesa e Kuvendit të Kosovës për të shkuar në qeveri. Ky veprim i gazetarëve ka ndodhur në shenjë proteste, pasi Kurti nuk ka dhënë asnjë deklarat për mediat në asnjërin nga 5 mbledhjet e Kuvendit, bën me dije Asociacioni i Gazetarëve në Kosovë. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i fton të gjithë aktorët politik dhe në këtë rast më së shumti kryetarin e partisë që ka fituar më së shumti ulse në kuvend, që të jetë transparent me mediat dhe publikun për një temë kaq të rëndësishme siç është konstituimi i legjislaturës së re. Ndërkohë, krijimi i institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit ka ngecur me seancën e 5 që u mbajt këtë të mërkur, e cila dështoi sërish në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit. Seanca e radhës do të vazhdoj brenda 48 orëve ditën e premte, ndërsa palët duken të jenë larg një zgjidhjeje. Përpara seancës, kryesuesi Astrid Dehari mblodhi në një takim përfaqësuesit e partive politike, por pas një rezultat. Edhe sot, Lëvizja Vetëvendosje si parti e parë bëri të njëjtin propozim. Lëvizja Vetëvendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Haxhiu për kryetarët të kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo bllokadë. Haxhiu siguroi vetëm 57 vota nga të paktën 61 të nevojshme për t'u zgjedhur. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, akuzoi vetëvendosjen se po e çon vendin në një fazë që s'ka qenë kurrë më parë. Lëvizja Vetëvendosje, cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit, ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçëm. Nuk mundën ta imponojnë për votuesit, për deputetet e opozitës,
emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Krasniqi tha se vetëvendosja e di kush janë dy emrat brenda saj që mund të marrin mbështetjen e opozitës, por pavarësisht kësaj vendos të mbajë të bllokuar procesin. Ndërsa nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se nuk do të mbështesin asnjë kandidat të vetëvendosjes për shkak të sjelljes së tyre dhe gjuhën përçarse. Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ishte në të njëjtin qëndrim me Partinë Demokratike, duke kërkuar nga lëvizja vetëvendosje propozimin e një kandidature unifikuese, teksa kjo e fundit ka thënë se kontestimi i emrit të zgjedhur është i papranueshëm. Libri po humbet gjithnjë e më shumë lexuesit. Në ditën botërore, studiuesit shprehin shqetësim për të rinjt që janë të dhënë pas teknologjisë. Edhe ata që kanë mbetur besnik të librit orientohen drejt leximit online. Librat që dikur ishin dritarja e vetme për të eksploruar botën, sot janë zëvendësuar me ekranet e pajisjeve elektronike, e ky fenomen është akoma më shqetësues për të rinjt. Në ditën botërore të librit mbetet alarmante situata e largimit nga libri, ndonse për studiuesit ky është një realitet i pashmangshëm. Sfida më e madhe është krijimi një ekuilibri të qëndrueshëm mes përfitimeve të teknologjisë dhe rëndësisë që ka leximi. Sigurisht është sfiduar, por nga ana tjetër ne dimë që sot leximi ndërmjetësohet përmes mediash të tjera, përmes teknologjisë digjitale dhe nuk mund të mbyllim syt përpara këtij realiteti. Do duhet ta kuptojmë si funksionon ky realitet i ri, ky lexim i ri, kjo lexueshmëri e re, e cila vetëm nga mënyra se si të ofrohet teknologjia ta zhvendos procesin e leximit në një dimensionim të ri. Nga ana tjetër, ne flasim sot për realitetet të reja të shkrimit. Për të rinjt, libri po humbet hapësirën për shkak të pajisjeve elektronike dhe platformave digjitale që ofrojnë mundësi informimi në kohë reale. Edhe pse nuk mbetet e njëjta ndjesie të lexuarit një libër fizik, ky ndryshim gjithashtu ka sjell edhe pasiguri për të ardhmen e kulturës letrare. Të rinjt sot lexojnë pak sepse ka disa rrethana të cilat insistojnë tek ta që ata të largohen nga ky leximi tradicional, le të themi. Shkaku kryesor është virtualiteti. Problematika kryesore është interneti, të gjithë e dimë, mediat sociale, hyrja e tyre në botën tonë të së tashmes, normal që na ka distancuar goxha nga libri fizik dhe shumica e të rinjve synojnë të shkojnë tek libri virtual. 23 prilli shënon ditën botërore të librit e caktuar nga UNESCO si një datë për të promovuar krijimtarinë artistike dhe për të nxitur leximin. Ktu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.